Një paralajmëruar protest më 11 qershor. A do të jetë një protest e tillë siç ishte ajo e kaluar, apo do të ketë me të vërtetë radikalizim të veprimeve, ashtu siç edhe kanë njoftuar bizneset nëse qeveria në detyrë e Kosovës nuk reflekton ndaj kërkesave të bizneseve? Bizneset vërtet po kërkojnë se janë të mbledhosur, janë të goditura nga ky vendim, po kërkojnë që ne si përfaqësues të bizneseve t'ju prim protestave në forma të ndryshme edhe më radikale, siç ato radikale nuk ishin, po të jenë më radikale. Dhe ne në bashkëpunim me to kemë marrë sot një vendim që me datën 11 qershor në qendër të Prishtinës të dalim të gjithë, qoftë pronarët e kompanive, punëtorët e kompanive, ne bashkarisht të defilojmë në rrugë dhe të kërkojmë anulimin e këtij vendimi. Këto do të jenë punë demokratike, normal me siguri dhe përcjellje të policisë Kosovës për pa e rrezikuar askënd dhe duke kërkuar të drejtat e tyre ose të drejtat e bizneseve në mënyrë legjitime.